Deputeti Dragan Kovački u zgjodh sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s duke zëvendësuar Gjorgjia Sajkoskin. Sekretari organizativ i partisë do të jetë drejtori i SHPP-s Ivica Tomovski, ndërsa shefi i kabinetit të kryetarit të partisë Hristijan Mickoski do të jetë Vladimir Nelovski, i cili këtë funksion e ushtron edhe në qeveri. Komiteti Qendror mbrëm zgjodhi edhe një komitet të ri ekzekutiv, ku 9 persona janë zëvendësuar dhe në vend të tyre vinë kuadro të rinj. Janë shkarkuar Sergej Popov, Olga Lozanovska, Mehmet Xhaferi, Sasho Klekovski, Mile Levkov, Manuil Jakovlevski dhe Risto Simeonov. Ndërsa hyn kryetari i komunës së Shkupit Orsi Gjorgjevski, deputetja Dragana Bojkovska, kryetari i komunës së Mavrov Rostushës Oner Jakupovski, drejtori i 8 shtatorit Sinisha Stojanovski, ministri Stefan Andonovski, Filip Popovski dhe drejtori i doganave Boban Nikolovski. Овие одлуки се јасен показател дека партијата се менува и се прилагодува на новите предизвици. Нашата цел е создавање силна, ефикасна и обединета структура која ќе даде конкретни и одговорни решенија за потребите на граѓаните. Në vend të fytyrave të reja, banda e vjetër, kështu opozita e LSDM i komentoi vendimet partijake të miratuara në Komitetin Qendror të VMRO-DPMNE-s. Tomovski si sekretar organizativ me qëllim që t'i organizoj, pra t'i kontrolloj tenderët, si ata 161 tender për firmën familjare të Tomovskit. Këtu është edhe njeriu i sashëm i Allkovit nga shërbimet dukshëm për kontakte me shërbimet ruse Dragan Kovački, njeriu që NATO e refuzoi, që nuk i plotson kushtet për certifikat, tani është njeriu kryesor i Mickovskit në parti. Ndryshe, Mickoski paralajmëroi se në periudhën e ardhshme do të zgjidhen edhe kryetar të rinj të komiteteve komunale të partisë, si edhe udhëheqje të reja të Unionit të Grave, Unionit të Forcave të Reja dhe Unionit të Veteranëve.